me sa duket Rusia e ka zgjedhur si vend, sepse ju ofrua Vatikani, u ofrua Gjeneva, por sërish të zgjodhi dhe për raundin e dytë të bisedimeve pra në pak kohë gjatë këtij viti, po i referohem zgjodhi prap Stambollin. Po, kjo është gjë strategjike, kjo është një gjë që i jep mundësi të gjitha palëve të quhet pak jo vend i sigurt normalisht, por të jetë më i sigurt në vendet e tjera, kurse për Vatikanin jam munduar të ndjek pak edhe referatat e Kremlinit që po të gazetarëve që janë përreth Kremlinit dhe thojnë ne të dy ortodoksët të na pajtojnë një katolik. Dhe më thanë atëherë dhe zbresi Krishtin toke dhe të na rafi të gjithëve së bashku, dhe më thanë, dhe të na kalli të gjithëve. Pra më mirë tjetë një musliman që t'i pajtoj dy ortodoks, se sa një katolik. Po fiks, dhe më thanë, njëjtë i fe, dhe më thanë, na pajtoj një katolik, ashtë turpi për ne, kurse më mirë Konstantinopoja e vjetër le të na pajtoj, sepse atje, në fakt, simbolikisht, qendra e ortodoksizmit është në Stamboll, në fakt, pavarësisht se tashme kisha autoqefale ruse është vetëm dhe ka është vetëm kisha autoqefale ortodoksve grek është tjetër, por gjithsesi teologjikisht mund ta quajmë, domethënë që e kanë më afër Stambollit se sa Vatikani, por normalisht e vërtet, po vetëm se është Hakan Fidani dhe Erdogani. Po fiks, domethënë ajo është janë ata dy liderë. Nuk është Bartolomeo, domethënë. Po fiks, quhen veten të dy liderët e quhen veten gjëra musliman, por edhe Putini e quhen veten ortodoks, por normalisht unë kam thënë gjithmonë në ale që nuk ka luftë për fe, në emër të fesë në gjitha prallat. Thjesht. Edhe tashmë se çfarë do bëhet këtu normalisht që forca geostrategjike të Rusisë me të vërtetë ja ka nevojë në fakt edhe Amerika, por ja ka nevojë edhe Europa dhe vetë këtë problematika mes ose si mund të themi pak grisja ose zërat e ndryshme që dolën tash në Aleancën Euro-Atlantike, që Amerika po na lëshon neve Europën, domethënë po na lë me njëra apo tjera dhe vetë marrëdhëniet personale të Trumpit, sidomos me Shtetet e Bashkuara, me vendet muslimane, ku është një ndër investimet më të mëdha në të gjithë historinë e botës, që arrit të marrë 3.2 miliard euro për një vizitë, domethënë 2 ditore. Normalisht ka ndryshuar edhe ato Esmeralda, ka ndryshuar ndoshta edhe vetë kaldrem, domethënë edhe rrugët ka ndryshuar shumë, por Turqia do të bëj me patjetër shumë gjëra, por finalja do të jetë Turqi apo zë Turqi do ta shohë, por gjithsesi e mira për mbarë klubin është që të kemi një finale të paktën një paqe.